Зошто во вашата институција, во центарот, не се прават тестовите? Вие ги земате брисевите и ги носите во институтот? Po, ashtu është, ja prej këtu shfrytëzoj rastin ta informoj të gjithë opinionin se kjo pyetje është shtruar disa herë edhe nga kolegët tuaj dhe shfrytëzoj rastin të njoftoj se edhe ne, si qendër për shëndet publik, për shkak se është një analizë komplekse, do të kisha thënë, duhet edhe kuadër për këtë punë, mirë po duhet edhe infrastrukturë. Dhe ne, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, kemi tërhekur një pajisje prej klinikës infektive dhe për momentin është duke u instaluar në qendrën për shëndet publik dhe shumë shpejt, unë mendoj se prej javës së ardhshme ne do të fillojmë me testim edhe në qendrën për shëndet publik dhe besoj se do ta ndihmojmë të gjithë sistemin shëndetësor që sa më shumë raste, sa më shumë pacientë. Kolika bi bil kapacitetot na вашата лабораторија? Kapaciteti i laboratorisë tonë është diku mes 40 dhe 50 testime në ditë. Добро, тоа и не е малку, ако се околу 400 на ден, тоа е околу 10 од 100 од вкупните тестови. Duke pash parasysh edhe atë që e tham më herët se ekipet tona janë pikërisht në vjen e parë të frontit dhe ne kemi kontakt direkt me persona të cilët pothuajse 90% të rasteve që ne i komunikojmë, që marrim strisho, domethënë nga punktet që tashmë i përmenda, janë pikërisht më shumë raste prej atje janë pozitive.